Në një bisedë emocionale me Stenaldon, Luizi ka ndarë publikisht një nga periudhat më të errëta të jetës së tij, duke folur hapur për vetminë, depresionin dhe humbjen e shpresës, që e quan drejt mendimeve ekstreme. Ai tregoi se u bë baba në moshën 38 vjeçare, por vetëm një vit më parë ndodhe në një gjendje të rëndë psikologjike. Sipas tij, në moshën 37 vjeçare kishte bindjen se nuk do të kishte kur familje dhe se nuk do të mund të ishte asnjëherë një shembull për një fëmijë. Unë 38 vjeç u bëra baba. Unë isha 37 kur i kisha humbur shpresat. Thoya që nuk ka njeri për mua, nuk do kem kur familje, nuk do jem kur kryk familjar, nuk do jem kur një shembull i fëmijës tim. Unë mësova me këtë dhe e kam vojtur shumë. Kam jetuar vetëm dhe vetmia nuk ka gjë më të keqe. Por po mësove nuk të prek asgjë. Në vetmi ti kalon gjithçka, kalon në depresion, në stres. Kam tentuar të bëj gjithçka, kam tentuar dhe budallëqe, kam tentuar të bëj një budallëk shumë të rënd, që ishte të jepja fund jetës. Është e rëndë, rrëfeu Luizi duke shtuar se vetmia ishte kthyer në një mënyrë jetese, por edhe një barë të rëndë emocionale. Ai theksoi se izolimi i kishte çuar gradualisht drejt depresionit dhe stresit deri në atë pikë sa tentoi të bënte një budallëk shumë të rëndë, duke referuar përpjekjes për të thënë fund jetës. Është shumë e rëndë, por nëse kalon atë fazë bëhesh i ftohtë emocionalisht. Arrini një pikë dhe thua: "Nëse kësaj bote nuk i intereson për mua, pse duhet të më interesoj mua për të?" U shpreh ai. Sipas Luizit, ajo ishte pika më kritike, por njëkohësisht dhe momenti ku njeriu përballet me zgjedhje më të rëndësishme të jetës. Rrëfimi i tij është pritur me ndjeshmëri, duke sjellë më vëmendje rëndësinë e shëndetit mendor dhe faktin se pas periudhave më të errta mund të vijë një kthesë fort në jetë.